Kur do të mbaroj kjo gjë, Jozi nuk ndalet, bën këtë ngacmim dhe i Gjestit dhe Eglit, ja çfarë ndodh. Ish banorët e Big Brother VIP 4 kanë nisur edhe projektet dhe angazhimet e tyre duke marrë parasysh se kanë qenë të izoluar për disa muaj. Ka qenë fituesi i këtij edicioni i Gjestit, i cili ka paralajmëruar fillimisht një këngë të re përmes rrjeteve sociale. Ai edhe në Big Brother i kishte bërë të ditur se ka punuar disa këngë përpara se të futej në Big Brother Kosova dhe i kishte gati. E sa për të motivuar fansat, ai madje ka xhiruar edhe klipin e këngës në Prishtinë, teksa ka thënë se shumë shpejt do hidhet, duke shkruar në Insta Story-n e tij: "Ai jeni gati?" E ndërkohë më pas ishte edhe Egli Taku që bëri të ditur se po vjen me një projekt të ri, që tha se mund të jetë një bashkëpunim me një artist tjetër. Shumë prej fansave ka targetuar Gjestin, megjithatë kjo nuk duket të jetë e vërtet, pasi Egli dhe Gjesti përfliten se janë ndarë pas tensioneve në post Big Brother, si dhe daljes së Gjestit në portokalli, ku Eglit nuk i ka pëlqyer as pak. "Jeni gati për tjetrën shumë shpejt", kanë qenë fjalët e Takos për fansat e saj, duke e premtuar dhe ajo një këngë. E krahas të gjithë këtyre, duket se këngët e reja po e punon edhe ish konkurrenti Joz Marku, por në një postim të ndarë për të njoftuar për këngën e tij të re që do ta nxjerrë së shpejti, ai ka thumbuar nga pak edhe Eglin dhe Gjestin, teksa ka bërë të njëjtën hap siç kanë bërë edhe të dy, duke shkruar po ashtu "gati" e duke lënë një sondazh duke votuar me po ose jo. Kjo ka qenë qartazi për fansat, një thumë për Gjestin e Eglin, të cilën patën përplasje të mëdha edhe në formatin e Big Brother. Në momentin që Jozi doli, ky veprim që bëri bujë të madhe dhe pse u dënua nga publiku i gjerë, patë edhe shumë fansa që e mbështeten Jozin. E duket se loja për të tre vazhdon edhe jashtë formatit të njohur.